mesazh të fundjavë dhe sot kemi një rrëfim mjaft interesant, një zonjë e cila rrugtimin e saj ka përcjell me sfida, por në të njëjtën kohë edhe me shumë suksese. Bashkë me mua në studio, zonja Gjylsime Feka. Mirëserdhje, shumë kënaqësi të kemi sot në studio. Mirë se ju gjem, kënaqësia është edhe imja. Zonja Gjylsime, duke marrë parasysh që ditët e javës, ditët e punës janë mjaft të ngarkuara për ju si zyrtare ligjore, po ndalemi fillimisht tek fundjavat. Si janë fundjavat zakonisht për juve? Fundjavat e mia, sikur thuaja si e çdo gruaje tjetër. Po sa që shteni, mundohem pak më shumë i shfrytzu për pushim, pas 50 vetë punës që kemi, si thatë edhe ju punë me ngarkesa, me sfida, me telashe, besa. Po pak pushim, shtune adila, mundohemi me mirë, po kryesisht edhe për kryerjen e disa punëve të shtëpisë, sikur ne gratë që kemi shumë punë shtëpie. Kështu që mundohemi me kry, me rrumbullaksu pak ma mirë, që vikendin, po kryesisht tash, pasi që jam edhe më e lirë, fundjavën mundohem me shfrytzus për sa më shumë për relaksim, për pushim. Tregua që edhe gjatë fundjavës mundoheni si një grua, si një nën, të përfundoni edhe disa punë të tjera rreth shtëpisë, sot duke marrë parasysh këtë jetën dinamike, ngarkesat e shumta. Sa keni kohë të kaloni ndoshta me familje, me 3 vajzat që i keni? Po, për fat, tash të koha është aq dinamike, sa edhe është edhe shumë e pakt. Edhe si gjithherë kanë thonë edhe tjerët ma përpara, edhe ne tash po e provojmë vetë që më e çmuara është koha. Edhe më e shtrenjta është koha, po sa që është koha për t'u kalu me familje. Po, unë kam edhe një fat tjetër që vajzat nuk i kam në shtëpi, kështu që nuk kam, do thot nuk i kam afër, nuk mund t'jem me to sa herë që dua. Kështu që me vajzat mund t'jem vetëm nëse kam do një pushim më të gjatë. Mund t'a shfrytëzoj, të marrë biletën, të udhtoj, të shkoj te to, ose eventualisht nëse edhe ato mund të vinë. Se vajzat i kam qytetëria, jetojnë në Gjermani, jetojnë, punojnë edhe shkollohen atje. Të tria jetojnë jashtë shtetit. Sa ka qenë vështirë për juve në fillim, duke marrë parasysh që për një qëllim të mirë, po besoj që kanë shku për shkollim? Sa ka qenë vështirë, kjo unë mund të them se ka qenë periudha më e vështirë e jetës time. Momenti kur, ose koha kur është dashur që unë të marrë rrugën me to, se fillimisht kam shku edhe unë me to, për t'i shoqëru, ka qenë periudha edhe për deri më tani, edhe uroj që të mos përjetoj më periudha më të vështira ka qenë kjo. Edhe mbile nga kjo periudha më kam betë Lorinda edhe një vesi keq cigarja. Prej pjesës së mërzis? Nga pjesa mërzia, sfida, meraku, si do bëhet, si do vej, si do të gjindemi, atje ishte mjaft sfiduse, ishte shumë e rëndë, po që fatmirësisht shkoj mirë. Ja kanë dalë për fat mirë. Ja kemi dalë. Ju urojmë shumë suksese që të trijave kanë shkuar bashkë në të njëjtën kohë, apo? Po, bashkë kemi shku, unë edhe 3 vajzat e mia në vitin 2015, shtator të vitit 2015, vajza e dytë, atë ditë ka pas ditëlindjen, ku ne kemi hyrë në Gjermani edhe kujtohet se sot kur zbretëm në Gjermani, e mora vajzën tash rina urime se sot ke ditëlindjen. Edhe e urova me zemër që ditëlindje tjera t'i ketë më të mira, që t'i ketë me sa më pak sfida, edhe urova që mos t'i kenë sfidat e mia. Sfidat e vështira. Sfidat e vështira. Megjithëse unë mendoj se sfidat të bëjnë të fortë. Nuk mund të ngritesh parën. Po pastaj ajo periudha se si ngritesh kur të biesh, është pak aty është sfidë në vete. Pastaj një sfidë tjetër. Po janë të fokusuara tek profesionin ndoshta i ngjashëm me nënën apo jo? Jo, asnjëra për fat, asnjëra juriste jo, po kanë profesione në drejtimet e veta, po mirë janë gjendur, edhe pse atje ka qenë fillimi shumë i vështirë, kuptohet, duhet mësue gjuha, duhet sistemuar me banem, duhet sistemuar me mënyrën e shkollimit, mënyrën e se duhet edhe punu, se vajzat e mia kanë pasaportat të BE-s, pastaj ndihma tjera ishin të
nuk kishin mundësi për me shfrytzu ndihma tjera, përveç se duhet gjendeshin vetë me punë. Kështu që duhet siguru banimi, siguru puna, pastaj me vazhdu tjerat. Gjitha vetë, përmendet që edhe jo gjatë jetës keni pasur sfida nga më të ndryshme, të cilat ju kanë bërë më të forta, apo ndalë me kështu në mënyrë kronologjike për pjesës së fëmijërisë suaj. Si ka qenë fëmijëria juaj? Si e kujtoni? Fëmijërinë e kujtoj prej pjesës kur kam fillu shkollën, ditën e parë në shkollë, kur kam shku, dita e parë në klasë të parë, prej aty edhe mbaj mend pak si në mjegullirë edhe më herët, po kjo ka qenë koha kur ma shumë mbaj mend ditën e parë në shkollë. Kam shku me vllau im i madhin, na ka përcjell mua dhe një vajzën time Tagjës, me cilën bashkë kemi kry shkollën. Po para kësaj e mbajnë mend një insert vogël, Lori. Unë në maj, kur kam mbush maj 6 vjet, pastaj në shtator nuk kam shku në shkollë, po kur i kam mbush maj 7 vjet kam shku në shkollë. Edhe do thot një vit përpara, kur i kam mbush maj 6 vite, kujtoj nanën time në dhomë, e kam pa duke qa. Edhe jo ma fru e kom pyet, thash, nan, qa keq? Tha, nuk po dojnë me të qunë shkollë. Nana ime do thot kish bo luft që unë atë vit me fillu shkollën. Jo që familja kanë qenë për mos më në qunë shkollë, po kanë qenë disa rrethana tjera, që unë me mbet një vit ma mrapa. Do thot aty, atë skene moj men shumë mirë nanën time. E që pastaj gjithë rrugtimin vetë e kom pas shumë parasyve skenën e saj. Ende pa fillu mirë këtë pjesë akademike për juve. Po. Edhe kështu kam fillu shkollën fillore kam kry në Vushtre, edhe shkollën e mesme, aty jam rrit, kam kry shkollimin, pastaj studimet kam vazhdu në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Juridik. Ka qenë një përgjigje që keni dashur gjithmonë Fakulteti Juridik, që një ditë të bëheni juriste, apo? Jo, realisht me thonë, unë fillimisht kam konkurru në Fakultetin e Mjekësisë, pasi shkollimin e mesëm kam kry shkenca natyrore, për me atëherë ka qenë ajo se me u bo mjeke. Po, njëkohësisht kam konkurru edhe në Fakultetin Juridik, sepse ishte konkurrencë e madhe në Fakultet Mjekësisë, ishte problem u regjistru edhe nuk munda me u regjistru. Kështu që u regjistrua në Fakultetin Juridik. Po që ta shtem shumë a mirë që nuk jam regjistru në Fakultetin Juridik. Ka pas atë një arsye diçka? Ka pas një arsye që më ka tërheq edhe më ka mbet aty. Një profesion që ushtroni tashe shumë vite. Po, tashe 20 vite. Tashe 20 vite. Tashe 20 vite, se unë para lufte nuk kam punu, se para lufte kam kry studimet, po nuk kam punu, se ishte një situatë kur edhe ata që punonin preashtoheshin nga puna, pastaj jam martu, edhe kam shku me jetu jashtë Kosove, me një shtet tjetër, edhe kam kalu atje 8 vite. Kam jetu në Kroaci, në qytetin Split. Një qytet shumë i bukur, një qytet simpatik, një qytet interesant, edhe me tradit, edhe me moderne, një qytet në cilin kam jetu momentet bukura, edhe ndër ato ma të bukurat se kam linë 3 vajzat atje, edhe sot kur shkoj, kur shetes rrugëve të Splitit, më duket se për i shof vajzat e mija asaj. E keni kështu si vizion, a? Duke se për jam dëgjoj zërin aty në për rrugë, po. Pastaj, pasi jam këthuj prej Kroacis, në bas luftës, në vitin 2004, dhe thot, kam fillu punën në Vushtre, prapë në qytetin tim. Po fatmirësisht, ju keni përfundu studimet para se të ishte ndoshta situata më e vështirë. Në Kosovë keni pas fatin të përfundoni më herët. Para se të ishte situatë më e vështirë dhe pse na kanë përcjell. Ajo kohë dihet si ka qenë me ju ndoshta Lori jeni më e re se di, po me siguri e keni lexuar në për media protesta, demonstrata, kemi pas shumë angazhime kështu, atëherë në atë kohë ilegale ka qenë pajtimi gjaqeve, pastaj ilegalisht që kemi vepru, kemi qenë një grup. Po studimet, ligjëratat e studimet fati dhe ishte para lufte. Jo, po shumë para lufte kjo ishte, se unë në vitin 1997 dhe që kam shku në Kroaci. Dhe të lufta e Kosovës nuk më ka zonë mu këto. Po gjitha ato përpjekjet për para kemi qenë këto.
Po si studente pra keni marrë pjesë në këto lloj aktivitete demonstrate? Po si s'kemi marrë Lorit gjithë kemi qenë të angazhuar për demonstrat. Kujtohet me një demonstrat që e kemi pas, tash që është sheshi i Prishtinës, atëherë ka qenë komiteti, thëshin, edhe na kemi qenë në rendin e parë me disa student tjerë, edhe na kishë fotografu, kjo gazeta ka qenë një gazetë atëherë Jedinstvo, edhe drejtoresha e konviktit ka qenë serbe në atë kohë, edhe kishte pa në gazetë edhe merë drejtën dhomë. Tha Feka, thash urna, tha ke ardhë me protestu apo me studiu? Thash me studiu edhe me protestu, kur ka nevoj. Tha meriteshat edhe dirë pri konvikti. Do t'ju kanë largu pri konviktit vetë që kanë pa fotografi që keni marrë pjesë? Edhe më largoj pri konvikti, pastaj aty sfidat me gjetë banim 3, ose edhe kam udhtu, s'ka pas problem për atë punë, po kjo ishte njëna prej sfidave. Kur e mendoni sot... Sot më duket e vogël, po atëherë më duket shumë e vogël. Po, pikrisht, atë pyetje deshta mja bo. Kur e mendoni sot kishit vepru diçka më ndryshe, ose ka qenë edhe frika e familjes në atë kohë? Jo, më ndryshe s'kisha vepru, vetëm më mbetet me rak që ndoshta edhe më shumë e bo. Ndoshta edhe më shumë, edhe mos m'ja pas frikën asaj drejtoreshes aty. Edhe kur tash thë me këtu, pa atëherë ishte situatë tjetër, kur më ka thonë meriteshat edhe diljesht mos me dalë. I thonë s'po du me dalë. Po, ishte atëherë, pushteti ishte i tyre, kështu që ata mund kishin pushtet vepronin si dënin. Jeni ndjerë ndonjëherë e rrezikuar në atë kohë, të mos gjatë këtyre aktiviteteve të protestave në mënyrë direkte? Po, kemi qenë të rrezikum. Normalisht që kemi qenë të rrezikum, se kemi qenë në përcjellje, kemi qenë të ndjekur, të përndjekur. Bilem kujtohet në herën një mbrëmje me shoqen time Femije Gashin, që besoj se ju e njeh një avokatën e njohur, patëm shku, nesërmen kishim protesta, edhe na e lam një grup me shku në mbrëmje, që nesërmen në Prishtinë, se ishte problem pastaj edhe me udhtu, që nesërmen me qëllu në qendër studentëve, edhe shku më në konvikt, vetëm ne dyja aty ishëm. As kush në konviktin tonë të vajzave nuk ishte. Edhe më kujtohet recepcionisti i respektum, është edhe emën i njohta, në atë kohë ka qenë Dilaver Kryeziu, na tha qa keni ardhë? Na tha kemi ardhë se për nesër me qenë këtu. Po mirë, tha atëherë, hynin dhomë, bëllën e derën, tha edhe unë jam këtu poshtë, mos keni frikë. Qa do që të keni? Tha unë jam këtu. Kështu ka qenë një natë shumë frikshme, shumë me ankë, po pastaj kur nesërmen, sikur gjithë studentët si këpurdhat, unë bush qendra studentëve me student, me protesta, me kështu. Pastaj kanë fillu me shpërtimin e grevave të minatorëve në Trepç, pastaj edhe ne studentat që ishëm në atë kohë, në shenjë për kraje. Pra në atë kohë, çka do që ka pas aktivitetin në të mirën e vendit, keni marrë pjesë, bashkë me studentët tjerë. Pa tjetër. Po besoj që mbesin ende ato ndër vitet më të arta, vitet e studimeve për juve. Vitet më të mira, vitet, së thatë jo vitet të arta, vite me shumë kujtime, me shumë sfida, po vitet që keqa me tregu për to, vitet që keqa me tregu dhe që ka me kujtu për i tyre. Pastaj vitin 97, shkuat në... Në vitin 1996, unë e kisha vlau në Split, shkova për pushimet e vlau, aty edhe unë joftova me burrin tim. Unë joftuam, biseduam, lam diçka, pastaj unë u ktheva në Kosovë, vazhduam prap edhe, kështu që në vitin 1997 jam feju edhe jam martu. Martesa ka qenë një ceremoni shumë e vogël, se kisha një rast vdekje në familje, vojza Agjës, e cila kisha qenë moshatare me mu, edhe nëna ime pat tha, po kam dëshirë me një darkë, bile me të përcjellë. Kështu që një ceremoni shumë e vogël, një darkë, edhe të nesërmen kam udhtu për Split, ku edhe pastaj kam kalu 8 vite atje. I shkuat për pushimet, dhe mi arsoj gjetët fatin e jetës në atë kohë? Shkuat për pushimet, gjeta fatin atje, dhe atje mbeta. Bashorti juaj jeton të atje në atë kohë? Po, atje ishte, atje ka jetu, po tash jeton me mua. Ko pas kohë shkon edhe në Split, se ka punë të vita atje.
Pastaj për 8 vite krijuat një familje aty me 3 vajza të Krijuava bukura. një familje me 3 vajza, që të trijat i kam lind atje. Edhe Lori e di, kam pason, kam e lind trijat, kam e lind 3 fëmijë, kam e lind shpejt, son do të kthehem në Kosovë. Pra edhe kur keni shku e keni pas synim që të ktheheni, se keni menduar ndonjëherë që të qëndroni. Edhe hera e parë kur kam dalë me burrin tim me biseduj, kam pas thonë, atëherë që ende se kisha burr, vetëm më kam thonë, unë nuk kam dëshirë me jetu. Kushti kryesor ka qenë me u krye? Edhe ai më ka thonë, po edhe unë thas kam dëshirë me jetu këtu, po çfarë ti bëj ta fati. Thash, unë synimi im do të jetë që më u kthy në Kosovë. Po, mojtët me u përshtat letë në atë kohë? Ishte vështirë ambientimi në Kroaci? Po, si them, praktikisht jam përshtatur. Me gjuhën, me integrime, me ato jam përshtatur. Po shpirtërisht e emocionalisht asnjëherë. Asnjëherë. Jo asnjëherë, po çdo ditë që jam zgjuar në mëngjes e kam mendu, kam thonë, unë duhet kthehem. Po pastaj pasuan 7 zënit njëra mbas tjetrës. Qëllimi im jetësor, gjithmonë dëshira ime jetësore ka qenë me i pas 3 fëmijë, edhe kur e kam lindë edhe vajzën e tretë, atëherë kam pregaditje formale edhe jam kthyer. Gjatë atyre viteve keni pas rastin në vendin në Kosovë, të mos pas vitit 97 që ka qenë më situatë më e vështirë? Po, ka marrë shumë shpesh, përveç asaj periudhës sa ka qenë lufta. Ka marrë edhe në vitin 1997 me njëherë, 97 ka marrë 98-ën ju, 99-ën ka marrë me njëherë, pastaj me njëherë sa janë kthy familja ime, si refugjat që ishe në Shqipëri, sa janë kthy prej atje, unë ka marrë në Kosovë, këtu me vizitu. Edhe mund të them, Lori, se ajo periuda ka qenë periuda me e keqe dhe me e vështirë e imja atje. E kemi përjetu shumë randë dhe shumë keqë. Keni pas Ishim kontakt? larg, kontaktet ishin shumë të pakta, shumë nuk ishin të plota, informacione shumë ndoshta edhe jo të drejta, kështu që meraku ishte edhe brenga për familjen, brenga për gjithë këto, ishte, bile më kujtohet, një fëqinjen që e kam pas afer, e kisha edhe si shoqe, ajo ishte kroate, i lash një numrin tim, një informata, e lash edhe numrin e saj telefonit, edhe i thash të lutem, po lajmëroj dikush, diçka, te ti ose te unë më lajmëron, edhe më kujtohet, kam qenë diku jashtë edhe ka kthehem rrugës, ajo me zot lartë ka bërtit, prej balkonit saj, Gjyla, është lajmëru dikush i familjes tande, edhe kam shku edhe më kujtohet çfarë emocioni ka qenë, që u lajmëru se printe mi janë shëndosh, familja ime është, kishin dalë në Shqipëri. Po pasaj prap ishte meraku mërzia, më thështë ajo shoqja, po mirë, ti e kuptove që familja yte është mirë, pse tash mërzite? Dhe isha, po tash mërziten për Pa dhe tjetë. një arsye për atë po. Për tjetë, pavarësisht, për gjithë situata çfarë është atje. Edhe më kujtohet kër është shpall pavarësia e Kosovës me 17 shkurt, ajo shoqja më ka pasur në telefon dhe tha, Gjyl, na e pam që shpall për cëllum shpallin e pavarësisë Kosovës edhe gjithë po të kujtojmë ty këtu, sa ke bo, sa ke vujt, sa je mërzit për këtë punë, urime. Thash, faleminderit shumë, edhe na e arretëm. Thash, tha, po, edhe na vjen mirë, thash shumë. Bani ende kontakt me persona që keni kalu po atje? Po, rregullisht, edhe kur shkoj në Split, bile më shumë shkoj që takohem me to. Kam pas shumë lidhje të mira, shoqe të mira, fëqinjen, pastaj kam pas atë mjekën time, mjekën e fëmijëve të mi, e kështu, pastaj atë disa tjera aty. Fatmirësisht, pastaj keni realizuar një ndër dëshirat kryesore që keni pas, kthimin në vendlindje. Cilat kanë qenë ato emocionet e para për juve si familje? Emocionet kanë qenë të përzira, emocionet këndshme që jam kthy, po pastaj edhe emocione të kundërta, si do të gjindem, çka do të bëj tash, se isha pa punë, me 3 vajza, burri mbet atje, se s'kishim mundësi me u kthy, se unë në Kosovë këtu nuk kisha shtëpi time, s'kisha ku të kthejem me burrim, s'kishte këtu asgjë. Po familja ime, prindët e mi, vëllezërit e mi, në atë kohë më janë gjendë,
më siguru në banimin, edhe për kraja e tyre, ajo mbështetja e tyre shpirtërore dhe materialet që ma kanë dhënë, më kanë ndihmu shumë. Jam mirënjohëse gjithë jetën atyre. Fatmirësisht që keni pas njerëzit e mirë për rreth që ju kanë për rreth, fatmirësisht, në fillimisht prindërit e mi, pastaj edhe vëllezërit e mi. Bile, të kujtoj Lori, unë në atë kur një vlla kisha në Londër, Nazin, edhe ai s'ishte shumë kohë që kishte qenë në Kosovë. Sa erdha unë prej Splitit, erdhe edhe ai. Edhe thash, Naz, ti pse ke ardhur kaq shpejt? Thash, sa ishe këtu? Tha, unë e erdha se ke ardhur ti këtu me fëmijë. Tha, edhe erdha mi thonë nanës edhe babës që ty duhet me të ndihmu. Se këta janë thatë vjetër edhe kanë mentalitet, tha mendojnë që jo për prindë e mi mentaliteti, po mentaliteti rrethit. Ka ardhë kjo me 3 vajza në shtëpi prindve, qa ka ndodhë, si ka ndodhë. Tha, ty të duhet mbështetje. Ty duhet për kraje, ty dosh me ecë vetë. Edhe ashtu filloj. Mbështetja e prindve të mi, posa që ishte nanës time, se unë i kisha vajzat e vogla. Shumë, unë e kur i thesha nanë, më duhet me dalë, ti veç dili dhe kry punë, unë e jo me vajzat. Ka qenë dhe ajo, po besoj një periudhe vështirë, keni dash me fillu punën në një anë, pastaj dhe familja. Periudhe vështirë, se ishte periudhe vështirë për gjithë Kosovën, një gjendje mbas lufte, ishte periudhe shumë e vështirë për familjen time, se me u kthy me një vend në Rënoja, e pastaj me fillu me ndërtu gjithçka prej fillimit, edhe unë aty me 3 vajzat, ishte shumë periudhe vështirë. Po, duhej punë, duhej angazhim, duhej me te i kalu sfida, shumë herë me ra, po më ngrit. Shumë net pa gjumë si do t'ja bëjnë me mëngjes, si do t'eci, si do t'shkoj, po, falë Zotit prapë them, atëherë më është duk shumë e vështirë, nga njerë më është duk se është rafshuar gjithçka, po se thom, ju me letë pas ka qenë, e kom kalu. Pastaj ju deshen shumë bashkëshortit tuaj që të kthejnë në Kosovë, për sa vite keni funksionu në këtë formë, ndoshta është e më vështirë? Thuaj se më shumë vite kam funksionu vetëm me vajzat, edhe me ndihmën e familjes. Bashkëshorti vinte, kom pas kohë, prap shkonte, vinte, shkonte. Kështu që nuk ishte gjithë kohën me mua aty. Kështu që më shumë isha vetëm. Them vetëm se prap po them ishte nana ime aty, ishte baba ime aty, ishte vëllezërit e mi aty. Keni pas një mbështetje për çdo gjë aty. Ti sa do që mendon se mundesh vetë edhe duhet të mundohesh vetë, po prap duhet t'jetë dikush që të mbështes, të përkrahas spaku, më spaku nëse asgjë tjetër moralisht me të mbështet. E unë fatmirësisht i kam pas. Fatmirësisht i kam pas këta. E fatmirësisht, përveç familjes sime, që më janë gjenë 24 orë, them, kam pas edhe shoqen time, Fehmi e Gashin, edhe ajo gjatë gjithë kohës, edhe ajo bëj me rak gjyllë, si pe a bën, qa po bën, qysh po del, si po del, kështu, po mirë, e falenderoj edhe ato shumë, edhe asaj jam mirënjohëse. Do thot prej viteve të studimeve jeni shoqe të panduara, vazhdojnë të shoqëria sot? Ne jemi njoft qysh si cimere në konvekt, edhe po vazhdojmë, jemi shoqe të mira gjithmonë. Jemi ndoshta edhe më shumë se shoqe, jemi familjare kështu. Po ashtu edhe profesioni edhe profesionin Ali. Konsultoheni shpesh në këtë aspekt? Konsultohemi shpesh, ajo ushtron profesionin e avokatës, unë mësoj shumë gjona prej saj. Unë jam zyrtare ligjore, punoj në komunë, nuk jam profesionin si shoqe, ajo ka vazhdu tjera, ka pas tjera rrethana, unë po them, unë jam kthy ma vonë, pastaj sfida si me u gjendë, unë e kisha primare se ta gjeni punë. Pas këthimit prej Kroacisë që erdha, primare kisha ta gjeni punë. Edhe fillimisht kam fillu me punu në arsim, Lori, si mësim dhanse, për zëvendësim. Edhe më kujtohet, kur është kryer periudha e zëvendësimit, mramje natën, kam qa afer vajzave të mija, se kam thonë si do të bëj tash, ato flenin edhe me ndoja thësha tash, jam pa punë si do t'ja bëj nesër me to. Po prap kam ecë, kam hapur një derë tjetër pastaj. Po
Kam vra punë në për konkurse, në për edhe fati deshtit, që prap u punësova, edhe kështu ma pastaj kam ecë pak më letë. Fatmirësisht. Po, sot si zyrtare ligjore, për gjitha të shikues që ndoshta nuk e kanë të qartë, me çfarë pikërisht merret një zyrtare ligjore? Zyrtare ligjore jam në drejtorinë për buxhet dhe financa, në komunën e Vushtrës. Aty jam edhe për tatimin pronë. Merrem me kërkesat, me ankesat e palëve lidhur me tatimin pronë. Nëse ka ndonjë opinion ligjor juridik në drejtori, ju ndihmoj. Kështu, kjo është puna ime, është e përditshme. Kam punë edhe me palë, po jo atë shumë me palë, po kur ka nevojë për konsulta, për këshilla, për me i drejtu, për me u dhonë përgjigje si do të bëhet me tutje, jam me ta. Kështu që kjo është punë e përditshme. Puna në institucione shtetërore është më shumë punë e përditshme, rutinore. Nderuar, ishte me të vërtetë shumë kënaqësi. Mundesh me dhënë edhe aty shumë çka, po varet hapësirën sa e ke. Nderuar, edhe një herë po ju falenderoj shumë që gjatë të kohë qenë sot pjesë e emisionit fundjavë dhe për gjithçka që ndodh këtu bashkë me ne sot këtu në studio, ishte me të vërtetë shumë kënaqësi. Faleminderit edhe për juve, faleminderit për mundësinë. Kemi jeta e gjitha grave është thuaja se e njëjtë, e grave në Kosovë, e grave shqiptare është pak më ndryshe, sa është e mirë, sa është e vështirë është edhe e mirë. Fatmirësisht. Fatmirësisht. Faleminderit edhe një herë, shumë kënaqësi. Faleminderit edhe për juve.